Mirë mëngjes, mirë se erdhët, nisim Villa 24 edhe për sot. Mirë mëngjes e dashur, mirë mëngjes dhe i të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe juftojmë këtu tek Ndijoni Gatimit për të parë recetat që do përcjellin për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Do të bëjmë një recetë tradicionale çomlek me mish viçi, më falni. Të cilën do ta bëjmë me qepujka. Faktikisht kam gjetur qepujka, por kam vërë dhe një dy qep, me thënë drejtën, do me thënë që janë të masës, pak më të madhe këto, do me thënë, ndërsa qepujka i quajnë këto të voglat. Dhe faktikisht këto janë që e bëjnë, si tuash, më të shishme dhe janë enkas për çomlek, por sigurisht që mund t'i bëjmë edhe me qep më të mdhaja. Shihen më të mirë e kanë me këto të voglat, me qepujkat. Që edhe nuk i presim, i lëm ashtu? I lëm ashtu, shihen dhe lezetin, por ka dhe një tjetër shije, nuk është se vetëm, nuk e kanë atë shijen e qepës. Kështu që nëse ju gjenden, mirë është ta bëni me qepujka, jo është tamam çomlek siç duhet. Përveç se kësaj kemi, atëre le të themi dhe përbërësit dhe pastaj do ju them dhe recetën tjetër, sepse dhe ajo është një recetë shumë e mirë dhe shumë të mira i kemi nësot recetën. Që do të thotë, do të kemi mishin, do të kemi qepujkat, mirë do të ishte në masa të barabarta 1 kilogram e 1 kilogram, pastaj ju e përzgjidhni vetë aq sa e keni mundësinë që për të vendosur atë pjesën e mishit. Për aromatizues do të kemi, siç e shikoni këtu kam lule karafili, kam futur një kanell këtu brenda këtu, kam vendosur ca kokra bahar. Bahar kam mbajtur një këtu që ta tregojmë, domethënë. E kam thënë edhe herë tjetër, janë ato kokrat më të mëdha se të piperit të zi. Dhe ka një aromë dhe një shije shumë të këndshme, karakteristike të vetën. Po, që është ndërmjet karafilit dhe kanelës. Është vërtet shumë interesante nëse nuk e keni provuar. Vendoseni. Edhe në nuhat, edhe në aromë, po edhe në shije vjen shumë këndshme. Ja, në një qep i kam vendosur të gjitha që ti kemi, do me thënë, brënda në tenxhere. Gjithashtu, gjetje dafin, një 3-4 thelpinj hudhër, një lugë salcë, një lugë uthull, 2-3 domate, do me thënë, të kthyer në pure, nëse, do me thënë, të freskëta, ose mund të keni edhe të konservuara. Gjithashtu, unë fillimisht faktikisht me një qep të cilën këtë e kam të grirë hollë. E vendos edhe një qep për të lidhur më mirë salsa. Një gotë verë pa tjetër, vaj pa tjetër, dhe do të kem këtu piper të zi, kripë, do me thënë, sasia e kripë, sepse do vendos pak në fillim farit e pjesa i qepës, edhe më mbrapa do të hedhim përsëri pak krip, piper të kuq dhe atje them lëng mishi. Lëng mishi që mund ta bëni me një lëng, domethënë perimesh, mund ta bëni me mix erzash, mund ta bëni me lëng mishi vërtet që juve mund të keni të përgatitur vetë, ose mund të zgjidheni për pjesën e kësaj. Pra këto janë përbërësit. Nuk ka shumë, më shumë si që shikoni ka aromatizues, qepët edhe mishi që janë pjesa kryesore. E kam filluar unë faktikisht sepse dua dhe që të harri edhe kohën, i kam kavërdisur dhe kjo është hapi i parë që të kavërdiset mishi mirë në yndyrë pa krip. Pjesa e parë. Tani hedhim qepën dhe do të shtojmë me një herë edhe krip. Të shtojmë dhe temperaturën. Këshillat që Kati na i thotë sa herë që gatuan, që ne duhet t'i kemi kështu si hapa të parë të nisjes së një recete, mishi kur skuqet apo kavardiset për gjell nuk do krip, sepse forcohet nga jashtë dhe nuk gatuhet mirë nga brenda, dhe kripa shtohet momentin që hidhet qepa që ndihmon për të lëshuar ato aromat e veta dhe shijen e vet. Këto janë rregullat e para, gjithashtu tjetër gjë që ne kemi të mësuar nga Kati sa herë që gatuan është sasia e yndyrës, e vajit, të cilën ne ndajmë në 2 apo në 3 pjesë. E nisim me gjysmën e yndyrës, një pjesë her pas here e shtojmë rrugës, ose në fund pasi kemi përfunduar për të ruajtur jo vetëm atë shijen, por edhe vlerat, sepse e dim që një pjesë e mirë e familjeve për të skuqjeve në fund shtojnë vaj në ullirit, dhe vaj ullirit nuk është se duhet të gatuhet dhe të qëndrojë në temperaturë të lartë, për të marrë ato që na duhet pikërisht nga vaj në këtë rast, që është shumë i shëndetshëm, edhe na nevojitet. Po, atëherë të dashur Anvisa, siç e shikoni, në momentin që hodhëm qepët, tenxhera ishte karamelizuar nga proteina që lëshon mishi gjatë kavërdisjes, dhe qepa është ajo që e zbut pastaj dhe na bën këtë jepa të shijen e mirë. Tani është momenti që do të shtojmë edhe këto qepujkat. Do kavërdisen dhe këto. Ja, kështu. Pasit më kavërdisen qepujkat,
Do të shtojmë me radhë, do t'i shuajmë me uthu, me thënë do hedhim uthullën, do hedhim një lugë salsën, pastaj do shtojmë këto puret dhe sigurisht që do të shtojmë edhe këto. Tani është momenti që të shtojmë edhe hudrat, nuk I coptoj hudrat, I hedh kështu të plota si që janë. Edhe këto nuk në aprishim punë tani për pjesën, ndërsa djetet dafinës do t'i lë t'i shtoj pak më vonë. Okej. Gjonë që në momentin e parë. Tani vazhdojmë që t'i kavërdisim. Dhe sa këto më kavërdisen pak, do t'ju them se çfarë do të bëjmë për recetë të dytë. Hajde, sa unë ashoj që e kemi gati këtë tasën këtu. Shumë të mira do të bëjmë këto simitet të cilat do t'i përgatisim, do me thënë, me miell. Shikoni si ka ardhur brumi. Për çdo përdorim. Sigurisht është ajo pjesa, do me thënë, e majasë, por do të hedhim 2 filxhan qumësh, 1 filxhan ujë, do të kemi edhe vaj, 1-2 lugë vaj supe, kri piper, më farë. Kri piper e kemi kështu, fikse. Kri piper. Maja sheqer, do thoshja kri piper. Pra edhe këtu, ku shkon maja... Edhe buka kështu e ka, maja sheqer që të aktivizohet. Të aktivizohet, po kripën e do pak. Pa tjetër. Piperin jo. Piperin jo, po kripën e do, sigurisht që e do. Dhe do bëjmë... Pregatisim, do me thënë e punojmë dhe ne do të tregojmë momentin e fundit kur të ashtu, por fillimisht do fillojmë me pjesën e brumit, I do të tregojmë për të pregatitur këto simitet, do t'i vendosim në një tavë, edhe ndërkohë që unë të pastroj duar dhe do filloj t'i bëj një kohësisht. Këto simite neve do t'i mbushim, sepse do t'i lëmë të pushojmë prap të navim pak, dhe pastaj do t'i mbushim me domate, me specë, me 2 lloj salamësh edhe me djathë kaçkavallë. Bëjnë shumë të mira, do me thënë është buke gjellë bashkë. I kemi me shumë dëshirë mirë t'ju, ndërkohë që Kati landuar, të filloj me njëherë. Nëse keni ngrënë mëngjes ju sot. Mënyra më e mirë për të nisur ditën është të zgjedhim ato produkte që ne na furnizojnë me energjinë e mjaftueshme dhe ndonjëherë e nisi ditën aq shpejt sa që nuk I kushtojmë rëndësi vaktit më të rëndësishëm të ditës. Kjo nuk do të thotë që veza nuk zë vend në orare të tjera apo në gatime, ku do zë vend, por mëngjesi mbetet I preferuari, sepse ndër të tjera përgatitet dhe shumë shpejt. Një kokër veze Zero Vital na jep të gjitha për të bërë gati për të nisur një ditë me të gjithë energjinë, mineralet, vitaminat, gjithçka që na duhet të ndyrat e shëndetshme për organizmin tonë. Vital është zgjedhja më e mirë që ne bëjmë këtu në Villa 24 dhe jam e sigurt që edhe në shtëpinë tuaj ndodhet pikërisht veza më e mirë, cilësi në 4 stin. Do të bëjmë sot simitet, me çfarë do t'i bëjmë ne simitet sot? Vazhdojmë të zgjedhim për shumë gatime mielin për çdo përdorim, sepse jo më kot quhet I tillë, mund ta përdorim për të gjitha recetat, që tek ajo një lugë miell për të për supën apo për të trashur gjellërat apo për të lyer her pas here edhe ku diun çfarë ne gatuajmë, po qoftë edhe ato qoftë kur I skuqim, mielli duhet mes të zbën një lugë po duhet të jetë në shtëpi. E pastaj nëse duam të ndjehemi pak më shumë shef, të bëjmë pica, të bëjmë ku diun receta me miellin integral, të bëjmë ëmbëlsira me miellin farinap, kompania Atlas dhe mielli Ola na I sjell të gjitha alternativat, kështu që vazhdon të jetë mbret në kuzhinë dhe I domosdoshëm. Dhe jo vetëm kaq, por pasta Ola. Janë shumë të mira, janë shumë cilësore, janë të ardhura nga semola, të përgatitura me semola, që ne kemi thënë shumë shpesh që është cilësia maksimale e miellit të grurit, që do të thotë, janë pastat më të mira që ju gjeni në treg, dallohet që nga ngjyra e bukur që kanë, që qëndron e tillë edhe pasi ato zihen, ju e kuptoni që në tenxhere që janë të shkrifta, nuk ngjiten me njëra tjetrën, dhe produkti cilësor dallohet. Pastaj në shije, në rezultat është tjetër gjë, pa ajo mbetet në fund kur ju të merrni pirunin në dorë të hanë makaronat tuaja. I keni të gjitha variantet e pastave nga Ola, kështu që mjafton të zgjidhni të preferuarën tuaj në varësi edhe të recetave që do të gatuani, edhe do të jeni super të kënaqur. Tani, do bëjmë simiten e sot. Kemi aq shumë mundësi për t'i mbushur e për të zgjedhur, sepse tona na vjen në ndihmë me të gjitha variantet e nën produkteve të mishit, kremviçe pule e tymosur, kremviçe speciale, prosciutto kofshe, kemi prosciutin për pica, po kemi pancet, kemi sallamin turist, kemi aq shumë variante të tona, sa që ne mund të përgatisim që ato tostet e sanduiçet e thjesht në shtëpi, ato picat që shijojnë aq shumë kur I mbushim vetë me sallamin ton të preferuar, por edhe këto simitet që do të përgatisim sot që mund t'i marrim gjithashtu edhe me vete në punë apo t'i japim fëmijëve për në shkollë.
Nuk do marrë më shumë kohë, sepse e di që secila për recetave do kohën e vetë dhe dëshira jonë dhe misioni ynë parësor është që t'i nxjerrim të përfunduara deri në fund të kohës së gatimit. Kështu që Kati nuk të ndërpres më, thjesht na thuaj çfarë do bëjmë tani në vazhdim. Rikthejmë këtu te pjesa e gjellës, ne kemi kthyer domethënë në pjesën e brumit të ardhur, e kemi lënë në tryezë dhe do të tregojmë më mbrapa se çfarë do bëjmë. Por më përpara më duhet të bëj ca hapa këtu te pjesa e gatimit, që do të thotë fillimisht do të shuaj, domethënë e shuajmë, do të hedhim një lugë uthull. Është mjaftueshëm një lugë e supës, nuk ka nevojë për më tepër, sepse do ta shuajmë edhe me verë. Pasi kemi hedhur uthullën, në qendër të tenxheres, ashtu si them gjithmonë, do të shtoj edhe salsën. Po. Por t'i dhënë mundësi që të bëj edhe ajo një skuqje. Kanti, Urdhon. më duket se sobat i kemi të fikura në furrat. Është ende herët, Anila, se në pjesën e dytë do t'i vëmë simitet, nuk do të ashtu se do t'i lëmë. Mi, në rregull, në rregull. Kërse në ndanë shumë kohë, një 15 minutë. Atjere pasi kemi hedhur këtë pjesën e salsës, do t'a shuaj tani me verë të kuqe, por para se t'a shuaj me verë të kuqe, do të shtoj dhe këto aromatizusët e tjerë. Vetëm do të heq pak më tepër të kripën se nuk dua. Kemi shtuar edhe pak të Po, kam shtuar edhe, kështu që nuk dua që ta shtoj më tepër. Atëherë hedhim edhe këto, si thua, kam mix këtu, qoftë, me thënë erëzat, atë që ju thash pak më përpara për të plotësuar lëngun e mishit. Piper të kuq, piper të zi, i hedhim edhe këto. I trazojmë dhe është momenti tani që do t'a shuajmë me verë të kuqe. Kati, ndjes, qëmleku me çfarë lloji mishi duhet bëhet tamam. Dhe pastaj nëse s'kemi mundësi, mund të alternojmë me variante tjera? Po, patjetër. Qëmleku bëhet me mish viçi, bëhet me mish lepuri, bëhet me mish, akoma dhe me mish deri. Bëhet edhe me mish deri? Po, me mish deri, me derë të egër. Bëhet shumë i mirë, por ka, do me thënë, punë ajo të paktën për mishin e derit të egër, sepse duhet kohë që të marinohet dhe të zbutet. Do një ditë lënë më përpara në marinim, dhe pastaj shumë i mirë, jashtëzakonisht i mirë bëhet. Ka një tjetër shije të veçantë, por ata që janë dashamirës të mishit të derit, edhe mishi derit të egër është i veçantë faktikisht, edhe do një trajtim gatimi të veçantë. Po. Por që bëhet shumë i mirë. Kështu që më e përhapur, është mishi viçi, do me thënë. Mishi viçi që neve pregatisim. Pastaj me gjërat të tjera, e kuptoj. Ja shiko tani se si u karamelizua nga vera, e lëm që avullon alkooli, dhe në momentin që avullon alkooli i verës, do shtojmë këtu edhe tomatet pure, do shtojmë dhe këto gjethet e dafinës. Edhe do të ambulojmë, do të lëmë të gatuhet, kaq? Do temperaturë të ullët pasaj të gatuhet. Është shumë e rëndësishme mënyra e gatimit. Sepse kjo, faktikisht dikur e bëni në tenxhere të mbyllur, thoshtim neve, që mbylle me brumë. Dhe ajo ishte që bëj më e mirë, sepse e mbante të gjitha avojt brënda, bëj me lëngjet e veta dhe bëj një gjellë që nuk di që të them. Po mirë, tenxheria me presion sot nuk e kryen të njëjtin funksion? Me thënë të drejtën, unë nuk është se ndjesë tani, për anvisat mund të shiko, presioni ka një gjë, sepse anvisat vendosin presionin dhe ajo është frinë. Në momentin që ajo është frinë dhe nxjerë ato avojt, nxjerë avojt e gatimit, e gjellës. Pra nuk na kanë betur avojt brënda? Na kanë betur, nuk diskutohet, por shia e tepër ikën. Pra më mirë një tenxhere normale, kjo gatim me kapak, edhe me temperaturë të ullët. Dhe mundësisht nëna tona dikur i bënin me brumë, i kapnin rreth e rrotull kapakun me brumë, dhe i lënin që të bëj avash, do me thënë në temperaturë të ullët, diku e bënin dhe në vorbë, tamam si puna e fasuleve, në vorbë, që e bënin afër zjarit, dhe i lënin që bëj avash, ato janë gatime. Po tani edhe zjari ka tjetër shije. Tani ne nuk i kemi mundësit për ato gjëra, po të paktën kemi këto mundësira që do të hedhim pak ujë të ngrohtë, që do të shikoni se sa pak do hedh,
se kur kemi domate të freskët, nuk ka nevoja. Po. Aq, është mjaftueshëm. Do thoni do zihen ato me atë lëng, po do zihen, sepse nuk duam lëngje shumë, ne duam që të na dalim me lëngjet e veta gjella, dhe kjo që të dalim me këto lëngjet e veta duhet që të ulet temperatura, dhe sa duhet të jetë temperatura? Nga 1 deri në 2. Ajo është, do me thënë, temperatura më e ullët e sobës, dhe të bëhet rreth 2 orë. Do thuash, do t'a lëm, po duam që të... Nëse ju e përgatisni si ne tani në orën 9 e ca, ne vendosam... E keni gati... Ne do t'a ulim, sigurisht që nuk e kemi mundësin për 2 orë, por të pak të najsa do ngelit, do t'a lëm që të bëhet gati. Pra ky ishte çomleku me mish viçi. I kthehemi tani si miteve. Brumi duket që ka ardhur shumë mirë, ka bërë ato pjetë e veta, ato poret e veta, që do të thotë që si mitet nga brënda do të jenë ashtu të buta, të shkrifta. Ne do kemi, e kemi programuar që këtë brum kati ta bëjmë, apo... Jo, po, në fundë, mendoj që të harim kohën, do me thënë që edhe ta bëjmë. Sa i mirë është bërë? Se falosim. Dhe do të ndajmë në pjesë. Sa miell kemi në këtu? Se s'kemi para koma receta, tja e shikon, më kujtua dhe recetat. 1 kilogram miell, Anita. Hajde shohim pak në ekran, që të shohim edhe sa kemi përdorur për secilën nga përbërësit. Pra kemi 1 kilogram miell këtu, por çfarë kemi tjetër? Në ekran le të lexojmë së bashku recetat e ditës së sotme të çomlekut me mish e qepujka. Ja ku kemi çomlekun të parin. Çomlek tradicional me mish viçi dhe qep, 1 kg mish viçi, 1 kg qep, 3/4 thelpinj hudhër, 1/2 filxhan çaj vaj, 1 lugë stupe salcë domate, 2 kokra domate pure ose 1 filxhan çaj domate të konservuara, 1 lugë kafe piper i kuq, piper speci, 1 lugë supe uthull, 1 gotë verë kuqe dhe 1 shkop kanell. Atere, pjesa tjetër e erzave, që do çomleku tradicional me mish viçi dhe qep, janë këto 2 lule karafil, 1 lugë çaj kokra piper, 4 kokra bahar, 2 degëza rozmarin, 2 gjethe dafin dhe 1 filxhan çaj me lëng mishi. Simite të buta, të mbushura me djathë dhe sallam, përbërësit janë këto 6 filxhan çaj miell, 2 filxhan çaj qumësht, gjysmë filxhan çaj ujë, 1 lugë supe maja e thatë, 2 lugë supe sheqer, 1 filxhan çaj vaj, 1 lugë çaj krip, ndërsa mbushjen ne do ta bëjmë me djathë kaçkavall, sallam, domate, spec dhe 1 e verdh veze. Sa herë që bëjmë simite, pizza, brumra të tjerë që vendosim edhe përbërës të tjerë brënda, mbushja mbetet gjithmonë alternative. Ne ju japim variantin ton, ju mund të bëni edhe sipas dëshirës. Atere, i bëjmë kështu, do me thënë në pjesë të rrumbullakta. Do fryen, në? Po. Prandaj do t'i lëm që të na vinë edhe një herë. Këtu në tavë ku janë. Mirë është t'i bëjmë në pjesë të barabarta. Që të na dalin të barabarta. Do me thënë, do përdorim 2 tava ne? Apo bëjmë të para? Kemi duen 2 tava faktikisht, sepse nuk... Po pra. Nuk mjafton. Se ato do qëndrojnë. Do fryen, kështu që nuk do të na ngjiten në njëra tjetrën. Kështu që do na duhet edhe një tavë tjetër. Mirë, ne realizojmë këto të parat. Po patjetër që do realizojmë vetëm këtë. Do ta lëm të pushoj. Po mund të bëjmë edhe 2 variante, që mund të bëjmë një që ta kemi me këto mbushje dhe mund të bëjmë edhe simite të thjeshta. Po. Që t'jenë pa mbushje, po të shofim. Po. Mbrumi edhe palosja edhe forma dhe ardhja dhe pjekja është njësoj. Pastaj, ne me qënë se kemi brum
mjaftueshëm sot, mund t'i sjellim në disa variante. Pra e bëni që e bëni edhe ju brumin në shtëpi, e përdorni edhe të mbushura edhe të pambushura. Ta vënd dhe një këtu. Po, ka vënd edhe për një aty. Ndështë edhe një aty në cep, po shikoj edhe atë në cep do t'a vendosim me qënë se e kemi. I parlosim kështu nga për brënda. Edhe vendosim edhe një këtu. Sa do t'i lëm për të ardhur në shtëpi flas gjithmonë? Shiko, në shtëpi të paktën 35-40 minuta do t'ishte mirë, me thënë të qëndronim prapë. Dhe që të pjekja? vinë 20 minuta. Sa shpejt? Jo, nuk duan shumë kohë për të pjekur, se janë të vogla. Tani, neve këto do t'i lëm, t'i mbulojmë me një pecet, që të na vinë. Edhe në rikthimin, shëndet Danila, në rikthim që do të rikthehemi, do të tregojmë pasaj se si do t'i mbushim me djathë, me salam, edhe me speca. Tani këto do marim një tepsi tjetër që t'i bëjmë simitet të vogla. I bëjmë, së të duashte. Ja këtë e lëm diku këtu. Pa pse e vendoj? Të duhet vëndi ty? Të vëm një tavë. Pak po dalim gjithu me gjithë tavë nga studio. Të marrë një tavë unë, Anila. Okej, mirë, vetëm të largojmë vezët, se do të na duhem për të gatuar. Kemi këto paketimin 15 kokra. Jam që jam, po ja u tregoj pak edhe kështu, me qënë se janë të preferuarat e mia, e kam thënë kaj shumë që nuk e di pse më pëlqejnë këto vezë të kuqe, më duken si vezë festive. 100% natyrale, 15 vezët e jetës. Se kemi nxjerrë kaq shumë vezë, sot çdo bëjmë tjetër, do i lyejmë nga sipër ato. Do i lyejmë, veç se do i lyejmë sot, nuk është se... Po i vendos këtu. Do bëjmë... Tani, me këtë brumi që na ka mbetur, do bëjmë ca simita të pambushura të vogla. Dalin goxha, nuk e di se sa na dolën atje. Ta zbuloj, nuk i... Po jo, nuk pëson gjë, tani për momentin. 10. 10, 2, 4, 6, 8. Na dolën 18. Pra me... Përbërsi që kishim në recet, aq ke përdorur ti, pra me 1 kilogram miell, ka ndalë 18 simita. Mund të vënë një letër që nuk ngjit, por nuk ka problem edhe këtu, do me thënë jo. Në tam direkt me miell. Dhe si do jemi me kohën, sigurisht që dhe kemi kohën, do të tregojmë edhe mënyrën se si pregatiten. Okej. Do t'i pregatisim. Pra, ne për momentin kemi 1 minutë kohë, që do të thotë, do të mbushim edhe këtë tavën me 8 topsat e vegjël të simiteve që po bëjmë tani. Çomlekun e kemi lënë në temperaturë të ngadaltë për t'u gatuar e për t'u zier ashtu siç duhet, pra të mos na shpërbëhen edhe të lëshojnë atë shijen e duhur siç e pujkat ashtu edhe mishi, erza dhe të gjithë aromatizuesit që Kati ka përdorur. Dhe kur të kthehemi në pjesën e dytë, do të vijojmë me simite, do të kemi kohë të presim edhe pjekjen e tyre, të realizojmë edhe mbushjen e sigurisht të shohim edhe çomlekun në çfarë faze është. Do të bëjmë gjithashtu, besoj, do të kemi kohë mjaftueshëm edhe brumin e simiteve që ju po shihni, të cilin e kishim gati kur nisëm transmetimin. Ja, palosim kështu, edhe pastaj, pasi palosim, bëjmë këta punimin kështu dhe vendosim. Unë këto do t'i bëj me, do t'i lë kështu, do t'i bëj me miell, do i spërkat me pak miell, do i bëjmë si ato simite me miell, që themi. Ato si të fshatit që i theme ndryshe fshatit me miell. Mirë, të bëjmë një shkëputje, Kati? Po. Okej. Do thoje. Da kushtë se mund thoj. Mirë, kemi një shkëputje tani nga transmetimi në live. Sigurisht është hapësira e marketingut e publiciteti, por ne vazhdojmë t'ju presim në kuzhinë, do të përfundojmë recetat që kemi nisur, do të kujtojmë edhe një herë çfarë kemi bërë, kështu që mjafton të qëndroni me ne, ne jemi këtu edhe ju presim.
Rikthehemi në studio, tashmë ashtu sikur se tham, ne do të tregojmë mënyrën se si do t'i mbushim ato simitet që realizuam pak më herët. Në fakt një pjesë të tyre ka t'jesh kujdesur që t'i vendos në furrë që t'i kemi gati për t'ju treguar edhe të mbushura, po edhe të pjekura. Do tregojmë gjithashtu edhe çomleku në cilën fazë është dhe do ta shërmbejmë ato edhe në pjatë. Janë dy recetat që kemi sjellë sot, të dyja shumë të shijshme, edhe vazhdojmë të jemi tek tradicionali, ai ti kemi me shumë qejf këto recetat që na identifikojnë në një farë mënyre. Ne gjithë bëjmë bukë vetë në shtëpi, bëjmë receta ndryshme me brumra, bëjmë simite, pica e tjerë, kështu që edhe sot kemi zgjedhur një recetë të tillë për të konsumuar gjatë ditës, për të marrë me vete, për në punë kur shkojmë apo për t'u dhënë fëmijëve të paketuar të konsumojmë në ato orët e tyre të lira. Gjithashtu çomleku mbetet një alternativë shijshme dhe ekonomike, sepse për te mishit që i vetmi që kushton pak. Po, që është pak më i kushtueshëm. Pastaj të tjerat janë erëzat që i kemi në shtëpi edhe qepujkat. Dhe atje neve mund ta reduktojmë, thamë 1 kilogram mund ta çojmë deri në 500. Po sipas mundësive. Nuk ka racione më të vogla. Nuk është në racione më të vogla, qepujkat i lëm në 1 kilogram, s'ka problem. Shtoni mish, domethënë lëng mishi. Për t'i dhënë më tepër shije dhe sigurisht të gjithë këto erëzat që neve përdorëm janë ato që e bëjnë të veçantë dhe na e bëjnë shumë të shijshëm. Tani, ne do të tregojmë mënyrën se si do të mbushen simitet, meqense të gatshme të përfunduara do t'i tregojmë pas pak. Do t'i tregojmë pak më prapë. Tregojmë vetëm një, si mendon? Po, ka mbajtur veç se një. Okej. Siç i keshit vendosur fillimisht në tavë, të cilën tavën mund të vendosni 1 letër kuzhine ose mund ta pudrosni me miell dhe të vendosni ashtu siç vendosëm dhe neve këto. Dhe shikoni që si ka ardhur kjo tani. Është në këtë fazë që neve tani duhet, duke e punuar në këtë drejtim, krijojmë një boshllëk me qëllim që këtu të vendosim fillimisht djathin. Në këtë. Ja hapet pak kështu. Dhe marrim pastaj dhe vendosim djathin. Mirë është të keni mix djathësh, kurse do vendosim ndonjë sasi të madhe. Ne kështu vendoset djathin. Pasi vendosim djathin, mendojmë domethënë që t'i bëjmë dhe pak si më të lezetshme edhe për fëmijë. Dhe janë kështu që dhe konsumojnë këto. Vendosim këtë një fetës domate. Të marrë një kështu se ishte pak me vogël kjo pjesa e specit. Ndonjë specë, se shijojnë këto. Krembiçe, të mosura si gjasma po bëjmë edhe flok jeshile. Ti po krijon edhe një portret aty. Një portret. Vendosim edhe këto syt. Janë shumë të lezetshëm, në fakt më të duam. Edhe vendosim edhe me që ka ngelu këtu nga jo pjesa tjetër, pjesën e kësaj, ndoshe vëni më të plot, nëse vëni dhe kështu, me thënë, ja kam vënë qikë si shtërëmbër. Nuk ka gjë, janë kështu. Për fëmijët, për t'i ftuar të konsumojnë... Kjo është, do me thënë, një portret, ja, të shofim dhe njerë. Por mund ta mbushni sipas dëshirës, edhe me një fetës prosciutto, mund të shtojnë çfarë të duan, por një portret i tillë është i këndshëm sepse edhe kjo simitja është përgatitur me qumësh që tham përpara, me qumësh, sheqer, maja, ujë, vaj dhe mielin. Pra këto janë dhe përbërësit për përgatitur këtë brumi, është shumë thjeshtë, ne kemi bërë disa herë përgatitjen e brumit, nuk e di si do jetë koha, nuk besoj që ta kemi mundësin që të... Ne kemi bërë pa fund, po me qumësh, po të thjesht me ujë, po me maja, po me kos, pra kemi bërë aq shumë variante të brumrave, po si për pa diskutim të lyer me një të verdhveze. Një të verdhveze dhe do ta lëni, do me thënë, si që keni pregatitur kështu, do të ndizni soba që duhet jetë ndezur më përpara, në temperaturën në 190-200 gradë, dhe do t'i lëni për rreth 20 minuta dhe do t'i keni gati pastaj t'i konsumoni, t'i shijoni bashkë me fëmijët tuaj, sepse vërtet bëjnë shumë të mira, të buta dhe shumë të shijshme, me produkte që neve hodhëm, do me thënë, brënda. Ajo që doja të shtoja, përsa i përket asaj që ti the, Katerin, pra të mënyrës se si përgatitet brumi, po i kujtoj zonjat që vazhdon të mbetet YouTube, ajo galeria jonë e pasur, ku do t'i gjeni gjithashtu edhe receta me brum dhe brumin e përgatitur edhe sot. Pra keni variante të ndryshme, mjafton të klikoni në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, në News 24, ose në kanalin dedikuar emisionit ton, pikërisht Villa 24.
Tani, do të tregojmë pak, ja ku e keni. Kjo është logoja që ju tregon se jeni futur brenda kanalit zyrtar të Villa 24, si shihni edhe më poshtë, keni si intervistat ashtu edhe pjetat të ndryshme të larmishme që vinë çdo ditë gatuar te Katerinës nga e hëna në të premte dhe siç themi gjithmonë janë të paktën 10-15 receta në javë të mjaftueshme për të pasuruar të gjitha vaktet tuaja të ditës. Çomleku duket se është plot shije. Katja, si të duket? Se aromën e ndjej që e ka? Aromën e ka shumë të mirë. Por të dashuran visa ju të ndjeni këtë aromë, do të apërni vetë në shtëpia tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Mënyrën se si unë ua shpjegova, dhe me thënë, pregatitjen e çomlekut, është diçka e veçantë. Është e veçantë, këto aromat janë që e bëjnë të veçantë, dhe të veçantë pastaj e bën edhe mënyra, dhe me thënë, e qëndrimit të zjerjes së çomlekut. Është shumë e rëndësishme kjo. Shiko lëngu tani se sa i lidhur që bëhet, edhe pse s'ka arritur kohën e mjaftueshme që të zjehet. Marrim edhe një gjethje dafin. Dhe dua t'u them anvisave në momentin e fundit të hiqen në gjethet e dafinës. Neve do t'a vëmë që kështu si për zbukurim të pjantës. Zbukurim si dekor, do me thënë që të imagjinojmë që kemi edhe dafin, përveç se kemi pasur qepujka dhe mish, dhe i thash dhe njëherë të shishëm e bëjmë vetëm pjesa e mënyrës së gatimit. Dhe të erëzave që neve kemi shtuar brenda. Okej. Ja, ku e kemi edhe çomlekun e përfunduar, ndërkohë i hedhim një syfurrës. Ja, edhe lëngu këtu, do me thënë se sa me këto lëngjet, kjo do vi momenti që do të shtarojmë. Ajo aroma e baharit. Shumë aromë të mirë ndjen. Shumë të mira ka. Sa të rëndësishme janë erzat në gatim, shumë të rëndësishme janë. Pasurojnë, ngacmojnë atë nuhatjen edhe të ftojnë për ta provuar se çfarë ka aty brenda në pjatë. Dhe shumë të mira. Vjen një aromë shumë të mirë këtu tek ne. Po, faleminderit. Tani, nuk janë bërë të plota 100% si mitet. S'ka gjë se do t'i nxjerrim neve. Nuk kemi kohë t'i presim për t'u pjekur, do t'i tregojmë, edhe do t'i kthejmë përsëri në furrë. Ju e dini kohën e pjekjes, ju a tham, do t'i lini të paktën 15 minuta të plota, por ama që janë bërë të mira, edhe janë fryrë, edhe të bukura, edhe si pica të vogla, kjo nuk ka diskutim. Të nxjerrim dhe këto që ende dhe këto s'janë bërë, por... Po, se bëm edhe variantin e pambushur, që edhe këto mund t'i zgjidhni t'i keni kështu në shtëpi për t'i konsumuar gjatë ditës. Si mitet të cilat janë të pudrosura me miell, janë ato që zakonisht kërkojmë tek fura e bukës, i dua me miell apo i dua më ashtu pa miell. Po. Mua më pëlqen me miell faktikisht, por bëjnë shumë të mira. Këto nuk e di ç'ju them. Përgatitni sepse vërtet do t'ju pëlqejnë shumë. A kjo është me kokë kështu. Sa janë me kokë lartë, se kemi me kokë poshtë. E rëndësishme është që do t'i përgatisni ashtu si që e ka Anila në dorë, me thënë që t'i jepni një pamje të bukur, do me thënë edhe këtyre simiteve. Por për shije nuk kam shtu them. Neve që tani, do me thënë, në momentin që ende nuk janë bërë plotësisht gati, me thënë të drejtën se do t'i kthejmë sërish në furrë, prandaj dhe nuk i nxorëm nga tava, janë shumë të mira, të buta si mafishe dhe shumë të shishme. Kati? Urdhoj dashur. Të themi mirupafshim nga studio neve? Po t'i themi sepse ja si fluturon kjo kohë kështu. Po do shihemi nesër përsëri në orën 9 me të tjera recete rezervuara nga Kati për gjithë ju që na ndiqni, duke ju falendëruar që keni qëndruar me ne, edhe duke të falendëruar edhe ty Katerinë të lumshën duart. Faleminderit e dashur, faleminderit e ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur, mos hezitoni të përgatisni familjen tuaj sepse do të merrni nga të gjithë një të lumshën duart. Mirupafshim, kalofshi sa më bukur. Shkojmë në publicitetin e radhës.